keni kuptuar që ç'është ky aksioneri tani që ka nisur PD dhe çfarë synon ai? Besim se unë të kam për të parë në studio ty dhe më vjen mirë dhe po të pyes ty të parin. Shiko, protesta është gjë më normale që mund të krijojë një opozit. E të mos dosh. Një grup njerëzish dhe kush do tjetër. Unë dua të kthehem pak në memorje, ju e mbani mend një procesion që ka organizuar iniciativa ime me disa bashkëpunëtorë të Azem Hajdarit në atë kohë në 98-ën, pas vrasjes tina, dhe kanë qenë 8 procesione, i emërtuar procesione sepse ishin marshime nga vendi ku vra Azemi, tek Ministria e Brendshme që demonstranin para saj për të treguar që ky është institucioni që ka vrarë, shkonim tek kryeministria dhe bëndim të njëjtën gjë në heshtje, shkonim tek presidenca dhe thonim bënim të njëjtën gjë, ktheheshim tek memoriali ose tek vendi ku ishte vrarë Azem Hajdari, lëshonim një deklaratë me 5 rreshta. Çfarë bëri ky marshim i vogël me 7 veta, ditë bëheshim 10, kur lajmëronin që do ketë snajpera për të vrarë, sepse ti e din bandën që ka vrarë Azem Hajdari, do të bandë e veshur me shtet, por shumë e rrezikshme. Jo e rrezikshme, po të merr si të rrezikshme. Ai procesion solli protestat e studentëve që u ngujuan në grevurie dhe çoi në fund vitit në takimin Berisha Majko. E dha rezultat. Domethënë, protesta edhe me një njeri, edhe me 5 veta, edhe me 50, edhe me 500 është në botë janë rëndom këtë. Mjeti më i mirë për realizimin e atyre objektivave. Kjo që është thirrë me datën 22, shumë mirë. Unë në mbledhjen e paraardhëse të kryesisë kam thënë se jam për foltore, thjesht nga emri. Domethënë, emri është konsumuar. Dha produkt shumë të madh, u konsumua, i ra vlera dhe jam për protestë. Për çfarë lloj proteste? Çfarë do lloj proteste? Foltoria, domethënë, që në aspektin që duhet më shku më dëgju fjalë, nuk jep rezultat më. Domethënë, ai zotëria që foli aty që vinte në protesta me kalë është një simbol i jashtëzakonshëm. Por gjithsesi domethënë krejtësisht e panevojshme fjala e tij, edhe e të tjerëve që folën para tij që janë njerëz nderuar ose krejtësisht e panevojshme për fjalë, sepse me fjalë jemi mbushur deri këtu. S'ka më nevojë për fjalë, ka nevojë për veprime. Dhe veprimet janë protestë, janë pak, bëhen nesër shumë, janë protesta paqësore, nesër bëhen rebelohen dhe bëhen demonstrimet edhe të forcës, edhe të gjithçka tjetër domethënë. Momente për të bërë protesta ka 1001 arsye. Dhe nuk e di se cili shqiptar sot s'ka arsye me dalë në protestë. Tashi, për të kthyer pak tek Partia Demokratike, dua të them që ajo momentalisht është duke vuajtur nga menaxhimi i varfër. Dhe menaxhimi i varfër është një koncept menaxherial që do të thotë domani mungon vizioni, ka vendimarrje të organizuar. Për mua, Berisha, po të luaj rolin e një koordinatori, mund të jetë një aset i rëndësishëm elektoral, momentalisht ndoshta më i përshtatshme, për shkak të asaj që pas Berishës janë 20, s'po them hiena, as ujqër, as po i quajmë as lloj emri tjetër, njerëz që e mendojnë që atë punë mund ta bëjnë në mënyrë shumë vitale, shumë të saktë deri këtu, po këta i ka sjell Saliu. Absolutisht po, por nuk domosdoshmë s'ka asnjë lloj egoje tjetër, përveç se me ka ata i duhen. Kreun e parë të PD-s. Ky vuan, Berisha ka vuajt gjithmonë nga menaxhimi i burimeve njerëzore. Ka pas një nga tmetat e tij themelore është sjellja me njerëzit që punojnë në atë administratë. Po i the po, domethënë i merr gjithë ato që duhet. Po i the që kjo punë mund të bëhet edhe kështu, nuk ka qef. Kështu ndodh me shumë udhëhec, domethënë jo vetëm në Shqipëri, por ky ka zhvilluar këtë. Në rolin e një koordinatori, Berisha sot për sot, mund të ishte një përshtatshëm. Por ne kemi nevojë për një problem, kemi nevojë për një task force. Dakor. Problemi që hapet ju të nxjerrte një problem tjetër më i rëndësishëm, të cilin nuk mund ta themi më vonë. Demokracia liberale në thelbin e vet ka garën. Po. Partia Demokratike ka problematikat sot, po Partia Socialiste ndoshta ka më shumë. Po duke qenë në pushtet, ajo është hermetike, është mbyllur s'ka asnjë problem. Duke qenë në pushtet, nuk i duken shumë. Nuk i duken, duke qenë në pushtet, duke pasur gjitha pushtetet gjitha. Por, në Shqipëri, e gjithë klasa politike shqiptare ka vrarë garën
Dhe ne nuk jemi brenda këtij sistemi. Në këtë pikpamje, garën këtu, nëse e ka vrarë, nëse është vrarë, 100% Partia Demokratike e ka vrarë Sali Berisha. Zotri, Tani do mblesh të bëj një parashtrim për atë që the për rrudhjen, se ka rëndësi ajo, për rrudhjen e Partisë Demokratike, se po themi ka një arsye edhe pse unë edhe një grup demokratësh po themi po bëjmë një lëvizje të tillë. Pra çka ka ndodhur në Partinë Demokratike për të folur hapur? Ka po themi dy qëndrime në Partinë Demokratike. Një qëndrim është që jemi mirë kështu, edhe na e ka fajin Rama, dhe sa e rumim zgjedhjet, që po ndodh deri tani dhe 7 muaj, po bën 8 muaj nga zgjedhjet. Është një qëndrim zyrtar, kryesisht nga këta që me të drejtë e tha zoti Abilekaj, pra aty kemi dy qëndrime që janë disa që janë rrogtar dhe disa që sakrifikojnë. Pra disa që janë privilegjuar nga demokratët, dhe që mendojnë që demokratët ja u kanë borxh për herë që ti shtyjnë, që ti ndihmojnë, dhe këta mjafton që të jenë aty se janë shumë të rëndësishëm. Dhe fakti që ishte ky qëndrim, po themi, nuk po ndryshonte deri në këto momente dhe nuk kishte ndryshuar, kam menduar personalisht, edhe po themi pastaj edhe me kolegë tjerë që duhet të themi disa të vërteta ashtu siç janë. Dhe ju e keni pyetur aty që çka kërkon Saliani nga Partia Demokratike. Jo. Unë kërkoj. Është retorika, jo. Pyetja që kam këtu. Po të ndjek retorikën pra. A pyetja që bëra unë tani është. Një sekondë se do. Zotri, mbrin deri te flamurit. Domalesh, jo, kam rrit deri atje se është. Jo. Domalesh ta përfundoj se. Po përfundoj pra, po ti do të jesh konkret në pyetjen që unë. Nuk e kam. Ose s'ke përgjigje. Mund mos e kesh. Unë nuk e kam. Sali Berisha, zotri, është një aset elektoral për PD-n sot, apo është një bare madhe për të zotria në krah? Kolegu tent, antari tjetëri kryesisë, tha, nëse ai do të jetë një menaxher, mund të jetë në ata që janë mbledhur aty, mund të jetë tot një aset. Tani, si unë e kuptoj që këtë kemri, do më lesh ta përfundoj edhe të vinë fund të përgjigjes. Emri e kam ose tani, aty nuk janë mbledhur alienët në Partinë Demokratike. Unë jam politik, më nuk them po dhe jo, do ta them në fund. Po thuaj pra. Po prit se kam narrativën, dhe po të them çka kërkon. Unë kërkoj atë që kërkon çdo demokrat, po që është domosdoshme sot edhe për gjithë shoqërinë. Kërkoj që Partia Demokratike të jetë parti fituese. Mund ta kërkoj unë këtë? E kërkojnë demokratët e Partia vjen nga Marsi një njeri dhe merr vendimin që Partia Demokratike të fitojë. Unë po them me këta që janë. Normalisht ta përfundoj apo po përfundoj edhe ta ndaloj, pse mbaroj emisionin, do të përgjigjem vetëm me po jo dhe mbyll. Nga Marsi mund të vi. Ore, ka njëri po jo nuk vjen nga Marsi mo jo. Qëllimi është Mars. Si fillim njerë. A duan demokratët që Partia Demokratike të jetë fituese? Unë besoj që po. A ka mundësi Partia Demokratike që të jetë fituese? Po.